Në një raport të fundit të publikuar për 5 mujorin e parë të vitit 2025, rezulton se të ardhurat neto të argëtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar kanë arritur në vlerën e 30.5 miliard lekëve. Ky tregues përfaqëson një rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke shënuar një shtesë prej 7.3 miliard lekësh ose 31.5% më shumë, krahasuar me vlerën e mbledhur në 5 mujorin e parë të vitit 2024. Sipas raportit të publikuar mbi treguesit fiskal të publikuar nga Ministria e Financave, kjo rritje tregon për një përmirësim të ndjeshëm të performancës së të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar, jo vetëm në aspektin vjetor, por edhe në krahasim me planifikimet. Në fakt, të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar kanë rezultuar në 3.1 miliard lekë ose 11.5% më të larta se plani i parashikuar për periudhën janar-maj 2025. Ministria e Financave ndër të tjera bën me dije se gjithashtu edhe rimbursimet për këtë periudhë janë realizuar në masën 6.8 miliard lekë në përputhje të plot me planin e miratuar.